Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka vendosur që zgjedhjet e jashtëzakonshme të mbahen në 28 dhjetor të këtij viti. Në një konferencë për shtyp, kryetaria e shtetit tha se kjo është data më e favorshme për organizimin e zgjedhjeve, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat. Si presidente, e kam për detyrë që të jap afatin më të gjatë e jo afatin më të shkurt, në mënyrë që të kemi mundësi të eliminojmë së paku disa nga sfidat e organizimit të shpejt të zgjedhjeve. Sado që po e përmend, jo të gjitha do të eliminohen edhe me datën 28 dhjetor, por me shpresën që KQZ-ja do ta bëjë të pamundurën që ato të organizohen në mënyrë të rregullt. Paraprakisht, presidenti Osmani nënshkroi edhe shpërndarjen e parlamentit. Sot kam bërë përpjekjen e fundit që partitë parlamentare të kthehen edhe sot gjatë ditës një herë në kuvend dhe të miratojnë së pari zgjatjet buxhetore, së dyti pakon presidenciale prej 5 marrëveshjesh ndërkombëtare dhe së treti çështje të tjera të rëndësisë së veçantë. Është për keqardhje që nuk u arrit një dakordim i tillë, jo sepse marrëveshjet ishin të dobta, jo sepse ato nuk ishin të domosdoshme, por thjesht sepse mungoi vullnet politik. Zgjedhjet e jashtëzakonshme vijnë pas një krize politike të stërzgjatur që prej zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit të këtij viti. Mungesa e një rezultati të qartë të këtyre zgjedhjeve dhe mungesa e vullnetit të partive politike për të bashkëpunuar krijoi vonesa në konstituimin e kuvendit e më pas edhe në formimin e qeverisë së re. Zgjedhjet e 28 dhjetorit do të jenë të tretat brenda vitit në Kosovë, përfshirë zgjedhjet lokale me 2 raunde muajin e kaluar.